të së pushtetit edhe pas këtij armpushimi. Unë nuk mendoj që është tamam një situatë paqe, është më shumë një situatë qetësie. Pra, qetësia është ndryshe nga paqja, do të thoja, dhe rrjedhimisht të gjitha këto pasigurira mund të çojnë në përshkallëzimin e konfliktit. Madje unë mendoj që pyetja më e rëndësishme është kjo, a do të zgjasë armpushimi apo jo. Dhe unë personalisht mendoj që jo, për shkak se kemi një histori tepër të trisht të armpushimeve, jo vetëm këtyre 2 viteve të fundit, i cili është thyer në rastin konkret nga Izraeli, por që për 48-ës që kur është vendosur shteti i Izraelit. 67-ën në pas, dhe duhet kuptojmë që lufta është në funksion të politikës. Pra aq kohë sa qëllimi politik është për të shfarrosur Hamasin, dhe ky është një qëllim politik që Netanyahu nuk e ka hequr nga tryeza. Pra aq kohë sa qëllimi politik i ekstremismit radikal, pra në brenda qeverisë Netanyahut, është që citoj këtu, të pushtojnë, pastrojnë dhe qëndrojnë në Gaza. Dhe ne kemi parë se si edhe këto ditë ka pasur vrasje të palestinezëve, këto ditë që supozohet ishte armpushim, kemi parë se si ka pasur thirrje nga zoti Smoldrich dhe Gvir për rifutjen e trupave, ata janë atje, po rifutjen në angazhim në terren të trupave, gjë që tregon pra që vullneti politik është për të vazhduar një lloj konflikti. Dhe fundit fare unë do të thoja është ajo që Klazovici do thoshte pasioni i popullit. Po të shikojmë, ka një numër shumë të lartë të qytetarëve izraelit, të cilët janë pro qëndresës së trupave aty dhe ta çojnë këtë betejë deri në fund, në kuptimin shkatrimin total të Hamasit. Netanyahu nuk del nga hiçi, del nga i popull. Votohet her pas here pikërisht sepse populli izraelit e do një lider të atill dhe do një lider që formon atë qeveri me atë kompozim që ka. Qartë. General, si e shikoni vendosjen e trupave të sigurisë? Do jenë trupat të sigurisë shumë komshme, pra do jenë në kuadër të OKB-s, do jenë forca sigurie, për shembull, ish militant të Hamasit të kthyer në policë. Si e shikoni më shumë këtë dhe në çfarë hapi është? Unë besoj që edhe kjo është krahas pikës së dorëzimit të armëve nga pjesa e Hamasit, e shikoj një pikë tjetër kritike dhe relativisht e vështirë dhe shumë e komplikuar për të realizuar. Por në momentin që kjo më ngro dhe më jep shpresë dhe të besoj se armpushimi dhe rruga drejt paqe të qëndrueshme do të vazhdoj për një fakt që në momentet e fundit Turqia u përfshi realisht në negociata, në bisedime dhe si që pala kryesore ku vendosi që të nënshkruhesh armpushimi. Pra kontributi i tyre i veçantë, por dhe ndikimi i veçantë që tradicionalisht për shumë arsye dhe faktor Turqia dhe Erdoani ka për këtë rajon, flas për pjesën palestineze, do të jetë pjesa që na bën e duhet të besojmë që aty gjërat do të shkojnë për më mirë. Unë mendoj se nuk do të jetë në beretat blu të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pse ju bën skeptik për këtë? Unë deri tani, për fatin ton jo të mirë, Organizata e Kombeve të Bashkuara, nga momenti i krijimit të saj deri në ditën e sotme, nuk mendoj se ka qenë ndonjëherë në pozita më të dobta dhe të pafuqishme për të vepruar dhe për të ndikuar tek shtetet dhe ato çfarë ato bëjnë. E solli Trump këtë zbeje të ndikimit? Ka ndikuar ai, por kjo ishte si themi ajo pika që derdhi gotën. Por ata kanë ardhur gradualisht, në qoftë se ti i le kompetencët e tua, dhe aty ku t'jepet mundësia që ka historia prova plot për t'u përfaqësuar dhe nuk e përfaqëson dot, atëherë detyrimisht që vjen duke humbur kredibilitet, gjë të cilën vjen një moment që bëhesh i pabesueshëm. Dhe këtë them unë edhe besoj që Organizata e Kombeve të Bashkuara pa dashur të heqim vlerat që ka, kontributin që ka dhënë njëri në tjetër, unë them që në këtë moment, aktualisht që jemi, nuk do të ishte zgjidhja e duhur dhe më e mira e mundshme për t'i vënë trupat në udhëheqjen e tyre. Do të krijohet një grup kontakti apo se si do gjendet zgjidhja, por jam i bindur që këtë më shumë se askush mendoj se do ta marrë Turqia në, si thosh, në patronazh apo patronazhimin apo drejtimin.
Mbase pastaj mënyra se si kush do të jenë trupat e llojit, detyrimisht që do zgjidhen trupat të cilat të mund të sigurojnë neutralitetin dhe të përgjigjen për problemet e sigurisë atje. E jo sapo të futen të kenë kundërshti, të gjuhën, të mos pëlqehen nga të dy palë. Detyrimisht që nuk do pranohet, nuk do të jetë kaq e lehtë për të pranuar në mënyrë të menjëhershme. Mbase kjo më bën të besoj që do të ketë e përsëri mënyra se si do organizohet dhe ku do organizohet dhe kush do ta udhëheq, do të ketë përsëri struktura apo grup rinegocimi të disa pikave të cilat e dhanë që në fazën e parë provën që nuk qenë kaq e lehtë për t'u implementuar. Dhe duke hasur në vështirësi për sa i përket pjesës së implementimit, atëherë do të mendojmë hap pas hapi e implementoj një element dhe shiko kush janë reagimet dhe çfarë marrim në këmbim. Sepse ne duam atje bota pra palestinezët dhe izraelitët duan vërtet sigurinë, elementin kryesor. Por më vonë pastaj edhe ringritjen e strukturave shtetërore. Kush do ta marrë? Pra do të jenë këta në fillimisht që do të bëjnë të mundur sigurinë dhe rujtjen e palëve mes njëra tjetrës që mos rrezikojnë dhe mbi të gjitha të implementojnë hap pas hapi gjithë elementet që përbëjnë 20 pikat e planit të paqes. Redion, si e shikon pjesën e përfshirjes së AKB-s ose një force, le të themi, mes vendeve arabe? Pra, tjetë përbërë nga Katari, Egjipti, Turqia, a do e pranoj kjo lloj forcet të dislokoj për të mbajtur paqen në rajon? Në skenarin më të mirë, më pozitiv dhe më optimistin tim, kjo forcë vendoset në terren. Ajo që kjo do të bënte është që pikë së pari të shërbente për garanci, pra si një forcë sfyngjer ndërmjet trupave izraelite që tashmë ndodhen në terren, në enklava të ndryshme aty brenda, por edhe popullsisë civile. Dhe në një farë mënyrë do ta bënte më të vështirë ndërhyrje, çfarëdo lloj ndërhyrje ushtarake që mund të donte të ndërmerrte Izraeli karshi qoftë grupeve kriminale apo fraksioneve të mbetura të Hamas aty, apo ndoshta edhe vetë popullsisë civile, siç e kemi parë të ndodh. Kështu që ky do të ishte në mendimin tim një skenar i mirë. Por edhe ky skenar sigurisht do të ishte në një favor shumë të madh të Izraelit gjithashtu. Do të jepte shumë frymarrje në karshi operacioneve që ajo është duke zhvilluar, vazhdon të zhvillojë në Siri, në Liban, kemi parë disa lëvizje, si dhe blokadës të vendosur në det, dhe nga ana tjetër lejon pra nxjerrjen e gështenjave me dorë të tjetrit, si themi ne, duke që lejon mundësimin e sigurisë në atë zonë, pra kjo forcë përgjigjet për të ruajtur rendin, për të garantuar që nuk do të ketë grupe rebele dhe terroriste që kërcënojnë sigurinë e Izraelit, dhe rrjedhimisht jep pra një tërheqje trupave të veta. Mendoj që është diskutuar për disa skenar, unë nuk mendoj që do të jetë një forcë e përfaqësuar nga vetëm një ushtri, pasi kjo mund të shkaktonte tensione në të ardhmen, dhe pavarësisht se Izraeli dhe Turqia në rrafshin diplomatik kanë marrëdhënie shumë të mira, ka patur disa përplasje kohët e fundit, dhe këto përplasje kryesisht kanë qenë për pjesën e Sirisë. Ne shohim që Turqia ka një dëshirë të zgjerohet në Siri, pak a shumë e ka marrë nën krahun e saj regjimin e ri sirian. Prandaj do me thënia e gjithësisht mund të jetë një zgjerim të Izraelit në Siri? A do Turqia këtë gjë? Jo. Turqia i druhet. I druhet absolutisht.